Strategjia e zhvillimit të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali 2025-2030 u prezantua këtë të premte në mbledhjen e Senatit Akademik. Qëllimi, thuhet në strategji, është të arrijmë nivelin Universitet 4.0. Realizimi 4 pikave kryesore është për të qenë një universitet ndërkombëtar në shërbime bashkëpunim aktiv me komunitetin. Rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj, theksoi se vendosi që këtë mbledhje ta zhvillojë të zgjeruar për shkak të produktit kryesor që ka fokus ky institucion i arsimit të lartë dhe që është studenti dhe që synon gjithashtu që studentët jenë sa më cilësor në formimin e tyre. Si kryetare e Senatit, këtë mbledhje vendosa që ta bëj të zgjeruar me të gjitha autoritetet drejtuese të universitetit, edhe në nivel fakultetesh po edhe departamentesh, si dhe me një përfaqësi të Këshillit Studentore, përveç studentëve sigurisht që i kemi prezent në Senatin Akademik, por kemi këtu edhe një përfaqësi të Këshillit Studentor dhe kryetaren e Këshillit Studentor, që kemi shumë të rëndësishëm sepse jo vetëm që janë pjesë e këtij plani me disa objektiva të dedikuar për ta, siç do ta shikoni në vazhdimsi, por në fund të ditës ne për studentët punojmë. Gjithë kjo çfarë bëjmë, nga mëngjesi deri në darkë, gjithë ato përmirësime 30 e standardeve tona, në fund të ditës janë që produktin kryesor ta kemi sa më cilësor, që janë ky produkt janë studentët. Rektoria Saliaj foli më gjerësisht për planin, teksa tha se qëllimi është vijimi i skenarëve kryesor strategjik. Universiteti i Vlorës, tha ajo, duhet të tregojë vazhdimësi, por edhe të sjellë risi. Plani është bazuar në dy elemente kryesore. E para në planin e mëparshëm strategjik 2018-2025, që ka qenë deri tani, që do të thotë kemi vazhduar të mbajmë të njëjtët skenar strategjik. 4 skenarë strategjik që do t'i shikoni: ndërkombëtarizimi, Smart University, lider profesional dhe qendër zhvillimi rajonale. Kjo mbajtje e këtyre 4 skenarëve strategjik kryesor është vazhduar për dy arsye. Arsye e parë është sepse universiteti duhet të tregojë identitet, duhet të tregojë vazhdimsi dhe qëndrueshmëri në objektivat dhe në strategjinë që i vendos vetes, e para, dhe e dyta, në këto 4 skenar përfshihet çfarë do lloj gjëje tjetër, risie apo zhvillimi që ne do duam të vendosim. Ishin më se të mjaftueshëm. Ato janë zhvilluar, janë realizuar deri diku, por ka ardhur momenti që jo vetëm të zhvillohemi, po të kalojmë edhe në një hap më tutje. Atëherë, kjo ka qenë shtylla e parë, të themi niveli i parë në të cilën është mbështetur ky plan strategjik. Niveli i dytë është sigurisht dokumenti i politikave strategjike 2025-2030 të hartuara nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë. Dokumentin e keni në faqen zyrtare të universitetit. Mund ta gjeni në çdo kohë se ka shumë kohë hedhur. Është parë me shumë imtësi i gjithë dokumenti. Ai dokument është për gjithë Republikën, për gjithë universitetet publike dhe jo publike. Ka shumë gjëra që janë detyra të Ministrisë së Arsimit, por neve kemi nxjerr ato që janë detyra për universitetet, më thënë elementet që i takojnë universitetit dhe i kemi implementuar të tëra pa lënë asnjë gjë jashtë edhe në planin ton strategjik, që është shumë e rëndësishme, do dy elemente. E para vazhdimësia që kemi patur deri tani dhe e dyta zbatimi i direktivave të dokumentit të zhvillimit strategjik të arsimit të lartë në Shqipëri. Strategjia e zhvillimit të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali 2025-2030 e prezantuar gjerësisht në mbledhjen e Senatit Akademik këtë të premte, do të ketë qëllim vazhdimësinë e deritanishme të zbatimit të direktivave të dokumentit të zhvillimit strategjik të arsimit të lartë, si dhe politikave aktuale dhe të çuarin e tyre edhe më përpara, duke sjellë risi në institucionin më të lartë të arsimit në Vlorë.